Mi mbrëma të ndëruar shikues se ju adhurues të basketbollit, jemi me pamje direkte nga palestra se Zai Suroj në Prizren, ku do të hapim gjerën e 18 me derbin e rivalëve të vjetër, Bashkimin dhe Sigal Prishtinën. Një ndeshje që pritet të jetë mjaft interesante me dy skuadra që gjithë një ditë të japin ndeshje mjaft të bukura. Po shohim pesë startuese të skuadrës së Bashkimit, Bunjaku Shortër, Nwabu Lek dhe Lejson Zeqiri startojnë tek Portokallë Zenjët. Në anën tjetër tek Prishtina starton Bejli, Morina, Kakruki, Clarence dhe Dux. E kjo është paraqitja e para Altin Morinos kundërisht skuadrës. Kapiteni i Prizrenasve tashmë në fanellën e Prishtinës luan në palestrën e tij. Sa do të shohim a do të arrin të ndihmon skuadrës së tij që të marrë një fitore ndaj Prizrenasve. Vijnë pikët e para me një herë. Vije flet lëshimi, po Luci dokumentacionit përgatitet që të jetë i gatshëm. Bukur ai top tek Lejson Zeqiri që realizon. Lake Shorter fyer topin tek Lejson Zeqiri që gjuan për 3 pike realizon edhe një herë i sakt. Lejson Zeqiri, pika e qëtë. Bukur shkaj ai top tek Valmir Kakruki, edhe një herë i sakt është Kakruki. Shini hapësirën që e kanë Vamu. Armstead. Vamu, gjuan për 3 pikë, Vamu është i sakt. Për dreshe 20-8. Kjo është pika e 10 e Nwamu. Presionin në Poloshka tek Kramer, i cili realizon Kelby Kramer. 3 gol. Elijah Clarence ves gjithë shkon deri në fund, realizon. Smiley dhe një Clarence. Bailey dhe gjuan për 3 pik, realizon Adrio Bailey. Armstead gjuan për 3 në anën tjetër, realizon. Poloshka është i lirë dhe gjuan për 3 pik, Don Poloshka përgjigjet me treshe. Shorter, mbrojtje e mire krye qytetasve. Clarence ka gjetur depërtimin, realizon Elijah Clarence edhe më tepër tek Dequan Lake që shkon deri në fund edhe pse pranë tij ishte. Shorter niset në sol. E gjetur korridorin e depërtimit, realizon Shannon Shorter. Elijah Clarence, Armstead në anën tjetër. Bukur tek Dequan Lake, i cili realizon për 40-22. Gjithë shka në të mirë të skuadrës së Bashkimit tashmë po ecën gradualisht duke u shkëputur në rezultat, plus 18 Dux tek Altin Morina. Nisja mashtruese e tij do të shkon deri në fund. Bunjaku Zeqiri, i Ikem Vamu, realizon Ikem Vamu edhe një herë për 3 pik. Pika e 15. Clarence tentoi që me ngulitje ta përfundon atë aksion, nuk arriti po. Zia Cousins blokohet poster nga Kelby Kramer. Elijah Clarence, lëvizje të bukura të tij. Sezon nga mbrojtja kundërshtare. Zia Cousins do gjuan në sekondat e fundit të aksionit, nuk arriti të realizon, por Dequan 49-35 edhe më tej. Cousins në anën tjetër, Shorter gjuan për 3, është i sakt Shannon Shorter. 5 pikë të tij. 52 me 35. Presionin Altin Morinos. Gjithsesi do gjuan për 3 pikë Shannon Shorter. Malcolm Armstead i zgjidh gjërat vet. Caleb Dux gjuan për 3 pikë, realizon sulmi skuadrës së Bashkimit.
Valion Bunjaku e ka kthyer bukura top tek TJ Bickerstaff, i cili realizon asistimi i Bunjakut. Top tjetër i vjedhur Valion Bunjaku tek Mvamu, i cili e dhuron një ngulitje spektakulare. Ikem Mvamu e shojmë edhe njerë, top i vjedhur i Muhamed Ali Anjevës, asistimi Valion Bunjaku dhe një ngulitje fantastike. Tashmo i besoj trajneri Igor Jovovic e në anën tjetër Kelby Kramer realizon, ka kërkuar Jarti në kërcim. Clarence gjën depërtimin e Elijah Clarence. Meriton Ismaili, Shannon Shorter edhe njerë gjuan për 3 pike, edhe njerë realizon Shluajti me lojtarët vendor. Vjetën timi i Meriton Ismaili të realizon edhe 4-6-10-3 do të përfundon ndeshja me këtë rezultat. Kontrolli absolut nga skuadra e Bashkimit që dominoi këtë ndeshje, krijoi përsi deri në plus 28 dhe u dhoq nga dyshja Shannon Shorter dhe Ikem Mvamu.